figura e Skënderbeut është figura më e shëndetshme, një ndër figurat më të shëndetshme të historisë së kombëtit shqiptar. Timi një, kishte dëshira e heritorit kombëtar. Unë jam Bekim Hotri prej Malishevës. Sot bëhet manifestimi për datëlindjen e Gjergj Kastriutit Skënderbeut. Cilat janë fjalët ose ç'e përshkruan figurën e Gjergj Kastriutit? Po, fillimisht e një vetën mirë që këtu në qendër të Prishtinës në Shesh është duke u organizu ditëlindja e herojit tonë kombëtar Gjergj Kastriutit Skënderbeut, apo më saktësisht 620 vjetori i lindjes së tij. Është një diçka e veçantë sepse edhe ne si shqiptarë, që e thënë në të vesh shqiptarë, në vishën shqiptarë, këtu në Kosovë, jemi pjesë e asoj historie të lavditshme të Gjergj Kastriutit. Sigurisht që çdo shqiptar një vetëm një manifestim të tillë. Për ndryshe figura e Skënderbeut është figura më e shëndetshme, një ndër figurat më të shëndetshme të historisë së kombëtit shqiptar. Ju kena po aktive edhe në për monologje dhe role të ndryshme. Ç'e përshkruani ndjesin? Shpesh ju krahasojnë edhe me figurën e Adem Jasharit. Sigurisht që edhe këtu po cikli që unë jam luftëtor i ushtrisë ligjore të Kosovës, po ashtu kam marrë pjesë në 2 luftrat të tjera ligjore në Preshevë dhe në Maqedoni. Shumë bukur, shumë bukur, sepse shoh grupet artistike të gjitha trevave, jashtëzakonisht bukur, siç ishin ata arbreshët e vegjële. Kjo është gjë më e bukur. Arsyeja që ne jemi bashkë, një kamp, kudo që ndodhemi shqiptar në botë, timi një, kishte dëshira e heritorit kombëtar, i cili diti ta bashkoi kombin, diti ta mbledh vllazërinë në çdo cep të Shqipërisë. Kena bërë goxha rrugë, në fakt, se jemi në punë. Profesor në sosie pas mësimit ka marrë rrugën e arë për Kosovë. Për fond një thirrje, nëse keni për popullin e shqiptar, ku do shëndohen? Populli shqiptar që qoftë gjithmonë i bashkuar për të realizuar dëshirën e heritorit të madh. Larg çdo bindje tjetër, arsye që na ndon është vetëm një arsyeja kombëtare që na bashkon. Dhe ju Zoti kudo ndodhen se janë shpërndarë kudo nëpër botë,